u ofron integrimin evropian me emigracion, largimin nga Shqipëria dhe integrimin në Europë të tyre. Kurse Shqipëria, protektorat, krimi, droge edhe hajnie. Është bëj famshëm Prishti, se të vërtetat nuk ka gjë në botë. Të vërtetat nuk i fshehin dot as thellësitë e oqeaneve, as bërthame e tokës, as dhe galaksit. Kudo që t'jenë ato, do të dalin dhe shqiptarë do marrin vesh, doradorës, se si po dalin ato, vrullshëm, po merret vesh se njeriu i cili paraqitet në përsamite me atletët bardha herë të kuqe, herë si sportist dhe herë si piktor, zhgaravic, është një shpirt keq, diktator, që nuk respekton asnjë parim, asnjë normë, dhe që ulet me shishe sa 210 pensione në një vakt, ata 210 i marrin për një muaj, udhëton me avion 2 vjet, $21 milion apo 130.000 pensione, vetëm me avion, vetëm fluturim, i shpenzon, merr, thuja, kopshtin e Edenit, 5 milion euro, 31.000 pensione, dhe hypes bërshkalt mbi 31 shqiptar që marrin pension me cilin su shqehen do dhe pastaj thot ata që flasin për pensione aq e kaq, mashtrues dhe i pa shpirt. Pensionet do t'i rrisim siç kemi parashikuar. Pensioni nuk do ketë në Shqipëri pension ndën 200 euro. I pjeshëm i plot çfarë do qoftë ai.